cilat janë ato gabimet më të shtrenjta, le të themi, që ju vëreni në komunikimin digital në Shqipëri? Janë disa probleme. Para, shumë fokusohen vetëm tek kompania dhe te produktet, por jo duke pasur një qendër klienti, duke komunikuar për klientin se si produktet mund t'i ndihmojnë ata. E dyta, kemi parë që shpeshtësia apo konsistenca nuk është një herë postojnë sot, një herë mbas një javë, një herë mbas 2 javësh. E treta, kemi parë së fundmi që edhe ata që duan të jenë më konsistent, kemi parë që po përdorin ChatGPT apo inteligjencën artificiale jo në mënyrë shumë profesionale. A ju duket eficiente kjo mënyrë komunikimi e bizneseve përmes influencers? Ne kemi parë nga disa kompani që kemi bashkëpunuar, kemi parë ose edhe kemi analizuar biznese të tjera që shumë zgjedhin influencer sepse shikojnë numrat e followers që ato kanë. Pra shikojnë që kanë 100.000, 200.000 dhe patjetër do na ndihmojnë. Por është shumë e rëndësishme që të shikojmë çfarë audiencë ka influencer, se ndonjëherë nuk ka lidhje fare me audiencën që ti dëshiron.